am so happy to be here today at Shota. We had the chance to listen to the musicians play. This Shota orchestra is incredible. I mean, they are all professional musicians and they play so beautifully together. And they are really passionate about what they do. This is what's impressive to me. They're not just doing a job. They really love what they're doing. They get to travel, they have competitions with Shota, they travel all over the world every year. But when they're here, they're very serious about their music. I used to dance with Shota 1981, 82, 83. I was here dancing with them when it was just a few musicians. It was still lovely there, and in fact the snow today is the first day of snow in Pristina this winter, and it reminds me of the days when I was dancing here with the snow outside and we had this wonderful little orchestra and wonderful dancers, and I was so happy to be part of it. But now I am also very, very happy to see this wonderful professional ensemble. So we had the chance to talk with some of them today. First to listen to their music, and I couldn't help but dance to some of it because it's not just listening music, it's dancing music. But they are really dedicated to the preservation of Albanian culture, and they have the responsibility of representing Kosovo when they go abroad. It's a big responsibility. They take it very seriously and they play beautifully. Ylber, na kallzoni krit emrin për ngaje edhe kur ke nis me bëmë muzike, pak historin ta. Unë jam prej Skënderajt, dhe më thonë jam prej Drenicës, dhe e dini edhe ju vetë është një trev kështu e njohur për folklorin edhe e pasur me folklor, sidomos me pjesën muzikore, ma shumë se sa të koreografike, megjithatë, dhe më thonë, jam edhe nuk e di kur kam fillu, unë jam lind me të. Në familjen time kam pas njerëz që kanë këndu, që kanë studiu muzikë, kështu që... Në familjen ngush? Po, në familjen... Agja em, për shembull, ka studiu muzikën, ka qenë arsimtari i muzikës. Gjyqja eme ndjerë ka kënu shkëlqyshëm, ka pas një zoj jashtëzakonisht bukur, ka kënu, kështu që unë jam rrit në ambient ku muzika ka qenë përditshmëri edhe... Nuk e di kur, po... se majnë men vetën kur nuk e kam dasht muzikën. E ta në keni shku në shkollë për muzikën? Pasaj po, në shkollë të mesme, kam marrë në Prishtinë në shkollën e mesme të muzikës, kam studiu muzikën. Ke jetu këtu? Po, kam jetu këtu, prej vitit 2 shkollë të mesme, jam shpërngull në Prishtinë. Kam studiu muzikën, programin teorik në i thëshim atëre, në Akademinë e Muzikës, pas luftës kam studiu edhe dirigjimin dhe kam bërë master për dirigjim në Macedoni, në Shkup, për dirigjimin koral. Okej, so qësh ke hi, qësh në fshot? Në ansambël kam hi me konkurs. Cilën vit? 2014, do më thonë, kjo është viti 13 me radhë që i 12, sa për vjetë? Si qka, ke hi si muzikante? Vërtet, bashkëpunimi im me ansamblin është shumë ma herët, se sa ka marrë dhe në këtu me qenë pjesëtar. Unë qysh kur ka qenë edhe profesor Hakiu, kur ka qenë drejtar, do më thonë, për 30 vjetorin e ansamblit më kujtohet, kanë pas angazhu, me punu me orkestër, me kam qenë antar. A ki qenë angazhu në vitin 90? Po,
Se ato vite kanë qenë shumë kritike, edhe haki shqyqyr që haki e kam bajt ansambli me 19 antar në fillim. Absolutisht, kam qenë Sekret, paralel. edhe në atë periudhë, natyrisht, kam qenë antar i rregullt, por kam qenë i angazhuar, pasor, po më goxha shpesh, kur ka pas manifestime të rëndësishme, kur ka pas kështu, dhe më thonë, në gjithmonë jam sill këndoj pari kështu. Si, edhe 14, në vitin 14? Në vitin 2014 jam, pasi Fari Beqiri, profesori Fari Beqiri, ka thonë pension, është pensionu, është ndru ligji për ansamblin, dhe më thonë është dashtë se deri atëherë nuk ka pas drejtor artistik me referat në ansambl. Dhe më thonë, edhe për atëherët kam konkuru unë, edhe kam me deri sot. Ansamblin ka praktiku goxha shpesh. Goxha shpesh, vetë sot e kësaj dite ne praktikojmë me shku në për festivalet ka njerë dhe goxha prestigjioze, ku ansambli është prezentu me vërtet një. Do më thonë, ansambli vazhdon edhe tutje, sidomos pas luftës që të merr pjesë në festivalet të ndryshme, që është, unë mendoj, një element i rëndësishëm edhe i mirë për në dy aspekte. Në një, për ta prezentu edhe shpërfaq kulturën në nivelin Kosovën, natyrisht është ambasadori i jashtëzakonshëm, edhe në dy, për të bërë një komparacion, për të bërë një krahasim për gjendjen faktike të ansamblit çfarë jemi krahasuar me ansamblet të sepse ne konkurrencë në mënyrë absolute. Në mënyrë absolute konkurrenca është jashtëzakonisht e madhe. Do thotë konkurrenca ka qenë i shëndoshëm, do thotë ka qenë një forcë e mirë me zhvilluar. Pikërisht konkurrenca është tash goxha e mirë e fortë edhe unë e konsideroj si shumë pozitive. Si shumë shtytëse për me ngritë nivelin e ansamblit, edhe pse, ju e dini, është një farë paradoksja. Ne paguhemi që pikrisht të mos jemi prej e të arriturave të ditës. Mos me qenë shumë up to date, me rujtë sa ma shumë. është një farë paradoksi, është një farë... është shumë paradoks, e kontrast, e konflikte madhe. Qëto ansambl në botë, po do me rujtë ato që jenë ma tradicionale, ma autentike. Anë tjetër anë jetu i konkuru me njerë që janë mësu me balet edhe koreografe që po dojme sa ma interesante, sa ma natës, sa ma atraktive, sa ma spektakulare, që për neve është kogja vije hollë në mes, për cilën unë personalisht, edhe gjithë ne, naturisht, e kemi konsiderat shumë, mundohemi me rujtë në maksimum, nga një herë mundet me shku në dam të performansës nga njerë në të mirë, po është pikrisht është e vije hollë në për cilën ne ecim, me cila i ka edhe problemet edhe përparësit e vetë, edhe knatësi. Po duket ardhmëria e Shotës për kërë? Ardhmëria e Shotës është sikur se ardhmëria e secilit ansambël tradicional. Është në... Nuk po e gjej shprehjen asi. është gjithmonë ky zhanër, kjo mënyrë, është gjithmonë e atakuar prej këtyre. Oh, right, of course. është e atakuar prej këtyre, prej të arriturave shkencore, gjithmonë, për neve është një problem, ne jemi gjithmonë në luftë, duke dashur me u prezentu sa ma mirë e duke luftuar me terren. Po në tjetër anë, tash për shkak të telefonit, për shkak të social media, ne për krejt botë diaspore shqiptarëve janë entuziast pa kufi, ama për vallet tradicionale. Opet ka qenë një farë diapazon prej ata që veç po dojnë me vallëzu në dasmë, deri të ata që në katun po dojnë me bë diçka dhe me konkuru edhe me shku atje në tjera vende në festival, edhe me në qatë mënyrë me mbaj gjallë kulturën e Unë po them, mënyrë absolute, unë e konsideroj që... Edhe tani kanë Shota me kallëzu ç'është duhet me u kanë, po ato tjerët janë shumë rëndësi edhe krenari e rinive në për katun dhe për qato valla është eksplosive, është fenomenale. Unë pajtohem plotësisht, vetëm se konsideroj insistoj, se mu i me t'inglu kush e di qësi, po insistoj që të gjitha ta, po thëmë gjithë një duke ju përull entuziasmit edhe dëshirës të mirë të tyre,
që ata të kontaktojnë profesionistë. Ansambli Shota është ansambl i shtetit, njëkohësisht. Është rezervuar edhe është ansambl i gjithë kombit, që të gjithë, pa përjashtim, e kanë derën e hapur, me ardhë, me u konsultu, me kontaktu profesionist, edhe me i botë të gjithë ato që i bojnë në mënyrë sa ma korrekte, sa ma artistike, sa ma mirë. Por natyrisht, në këtë aspekt e kam fjallën, për ndryshe unë jam i thëtari, unë vetë kam nisme me një ansambl amator. Kur takohem unë me ato qikat, për shembull, në për kartunin mal, në poja ndugo, e kur po shkojnë ata ndërkombëtare, tash kanë qenë Bors, kanë qenë Kroaci, në për ansambl festivale. Ata kanë shans me shku dikën edhe me përfaqësu kulturën e tyre, sidomos kulturën e mallave, shafrave. Është një farë. Ato që është ma bio. Për një femër ose, rinie me zhvillu në qatë aspekt me kulturën e vetë. Faleminderit shumë Ilber. Ju lutem shumë, faleminderit juve që keni ardhë prej nga keni ardhë, prej as largë, edhe e kultivoni, kujdeseni me aq pasion për traditën tonë, unë jam shumë mirë njës si artist dhe jush. E du shumë. E gëzoni respektin maksimal, faleminderit shumë. Hajde me qyrë tash, qysh po vazojnë atje. Ne po njifemi për herë parë sot, edhe jam interesu shumë për muzikantët e Shotës, muzikantët Shqip. Çka keni në zemër, çka po ju tërhek me gitarin, edhe çka lidhjen e kiti me muzikën Shqip, edhe muzikën botnore, edhe ku e ke shpirtin rreth muzikës. Do thëtë si quhesh edhe mrengaje. Unë jam Agron Syla. Jam instrumentist në ansamblin Shota, do më thonë instrumentin e gitarës. Do më thonë në ansambl jam prej moshës 13 vjeqare. Do të thotë po folim prej para luftës. Kur kam qenë 13 vjeq, do më thonë, ga viti 93-4 aty, kur nuk kemi qenë në këtë shtëpi, kur kemi, do më thonë, kur ansambli ka qenë i dëbum, edhe prej objektit, edhe kemi punu, do më thonë, për objektet ndryshme, në për bodrume, në për... Do më thotë... Do thëtë krejt gjatë vitë 90 keni mbajt Shotën, diqysh. Institucione paralele. Po, do më thonë se edhe pse në kohën e para luftës, do më thonë, kër janë vitet e 90-a, kër janë dëbu gjitha institucionet prej pushtetit të hershëm, do më thonë, edhe ansambli si kur do më thonë, ka funksionu prap pas një kohë të shkurt janë mbledh edhe kanë fillu me funksionu në mënyrë paralele, natyrë shumë kuptohet, dhe unë prej një kohë, do më thonë, aty ofër, prej vitit 93-4, unë jam me ansamblin, si fëmijë vogël. Ku je lind? Unë jam lind dhe më rritë në Prishtinë. Po. Prind Prengajen? Prind, unë, do më thonë, trethet Prishtinës, natyrisht. Unë, do më thonë, prej atëherë, kom vazhdu me ansamblin. Do më thonë, jam pjesë pandashme. Prej 13 veçare, wow! Po, do më thonë, unë jetoj me ansamblin, nuk punoj në ansamblin. Jetoj jote. Po, do të thotë, unë nuk punoj në ansamblin, jetoj në ansamblin. Është shtëpia ime, lirisht me thonë, jo, ma ofër se e dyta. Ma ofër se e dyta, është shtëpia ime. Po, do më thonë, edhe këto, unë, do më thonë, jam luj në instrumentin e gitarës, pëj pjesë në formacionin e orkestrit.
quhem Gent Hoxha, vin nga Dranasi, një fshat i komunës Dranasit. Prekjet e para me muzikën folklorike kam pasur në shtëpi, për arsye se edhe gjyshi është marrë me jo në aspektin profesional, mirë po e ka drejtu një prej festivaleve më të rëndësishme që ka qenë atër Glogovci. Po, ka qenë drejtuesi atij festivali. Pastaj axhallarët e mi edhe babi im janë marrë me instrumentet folklorike, me çiftelinë. Kanë qenë ansamblin Shot Galica në Glogovc. Ish Glogovc tash Dranas. Shumë i ri, dikon moshën 9 vjeçare jam regjistruar në ansamblin Shot Galica si fëmijë atje. Nuk ka pas grup të fëmijëve, kemi bërë më vonë, mirë po kam shku. Për shkak se e kam pas një talent pak më të shtuar për instrumentin e çiftelisë në shkollë. E kam marrë pjesë në vitin 2006 me një festival, është festivali internacional i të vezlëve në Fush Arrës në Shqipëri, në veri të Shqipërisë. E aty e kam pas një sukses si instrumentist i dalluar, më pas aty Dranasi është komunë e vogël si çdo qytet, edhe kanë dëgjuar që është një fëmijë që është më i talentuar dhe kam shkuar në ansambël, kam filluar aty. Edhe së bashku me ato mësimet e para i kam marrë në ansamblin Shot Galica sa i përket muzikës. Kush ka qenë mentorit? Po atëherë ka qenë edhe tash vazhdon të jetë Shaqir Hasi, që më ka profesor Shaqir Hasi. E pas aty kanë qenë gjithë kolegët me radhë që prej secilit kur e ke plan për me zhvillu vetveten, prej secilit merr diçka dhe zhvillohesh. Edhe do thot instrumentet janë? Po, më pas kam vazhdu në shkollën e mesme muzikës Frank Jakova. Gjakov? Jo, në Prishtinë. Në Prishtinë dhe Gjakov është emri i njëjtë. Aty kam pas instrument dytë klarinetën, pastaj kam vazhdu më pas ka qenë ai viti më i rëndësishëm me thonë jetës ku muzika nga pasioni më është bë profesion. Është viti 2015 festivali i Gjirokastrës, është festival shumë i madh, besoj se keni dëgjuar. Aty si instrumentist jemi selekcionu për gjithë Kosovës për me shku, Kosova ka shku si pjesë e Shqipërisë. Ka shku veçantë dhe jam selekcionu me një pikë orkestrale e kam mbyt aty, që ka pas një sukses shumë të mirë. Aty, edhe pse kam pas më herët tash drejtorin tonë artistik, profesor në shkollë të muzikës, aty e ka pa edhe më kaftu prej atij momenti, më kaftu në ansamblin Shota. Kam qenë bashkëpunëtor për 9 vite, 8 vite bashkëpunëtor i jashtëm. Tash që 2 vite e gjysmë jam punëtor i rregullt i ansamblit. Solid. E kam një titull, është interesant se është prurje e re, është instrumentist në instrumente tradicionale. Nuk muj më vendosën prej sot me fillu me u bo për shembull xhazer, sepse do të më dëgju shumë, edhe me fillu atë, nuk është punë shpirti, se ti ndoshta e ki talentin, po muzika më shumë është kulturë. Unë ju pash juve ka vallëzove më herët ato hapat të jashtëzakonshëm që i ke bo këtu nuk i ke bo rastisht me 2 muaj mësim, po ke nejt sigurisht me gjatë edhe janë pjek atu, e ke zhvillu veten edhe je kjo që je. Nuk mundesh me vendosë. Është instinkt, pastaj bëhet dhe instinkt edhe E ju çish po nini veten më kanë përfaqësues e Kosovës kur po shkon, ju shpesh po shkoni jashtë. Përfaqësues e Kosovës, e kulturës shqiptare. E çish është për ju më kanë jashtë, tash keni qenë në Spanjë në kohë gjatë, disa festivale keni mbarë shpërblimin e parë. Çish ka qenë ajo? Është ndjenjë shumë e veçantë. Për mbi të gjitha është përgjegjësi e madhe. Për mbi të gjitha është përgjegjësi e madhe, domethënë se sot është jemi vend i vogël, Kosova. Domethënë ne njohim shumë kolegë tonë që meritojnë, janë të mirë. Po prej gjithëve domethënë ne kemi një fat, na që jemi këtu brenda punëtorë të ansamblit, e kemi një fat domethënë me përfaqësu shtetin tonë.
E kjo do të thotë, neve na bon një përgjegjësi të madhe e kemi. Krahas krenaris, kështu thellë në ndërdijen tonë, do më thonë, e bartim ndjenjën e përgjegjësisë. Se me përfaqësu shtetin, është krenari, është punë e madhe. Çka po ju pëlqen më shumë kur jeni aty me grupat prej këtyre botës, cili po ju pëlqen më shumë? Tjera grupa, prej tjera grupe. Gjorgjia më lën shumë, Gruzia. lën shumë, janë shumë karakteristik, ata e kanë ndërlidhur shumë edhe baletin me folklor. Atje për shembull janë shumë profesional. Unë jam shumë optimiste, se unë kur tash kam qenë ballo shqiptar për shembull. Edhe ne kemi mujt me vallëzu ton natën, ama kaq pasion kanë pasur edhe rinjek gjithë aty kanë mujt me vallëzu ton natën e lum. Ata edhe mat re, qikat, djem, krejt kanë vallëzu së bashku. Edhe ata prej qytetit, ata që kanë ardhur prej fshatit, prej largut, krejt kemi vallëzu së bashku. Pa ndër prej se adin çka ju keni një valle shumë thjesht, valle që bëni, që krejt shqiptare din që këtë valle në shtat. Ata është shumë thjesht krejt me bo. Për shembull tjera tradicione, për shembull në Poloni ose në Hungari, Transilvania, Mezheshek është një valle në Transilvania, duhet me diçka i të bërë, do thotë është valle partnere, tango, salsa, njësoj, do mundit veç me improvizu, duhet me diçka po bërë. Çdo njeri mundet në Kosovë mundet me bërë qëta, edhe krejt e njën qatë muzikë, dojnë qatë muzikë, dojnë qatë o kanga, veç jam metë si Amerikanë me të këshyrë që ato që ka kanë, me qëfar pasion kanë valzu qatë nare, qëfar muzikë, thash, wow, shqiptare e kanë diçka shumë special, që krejt e dojnë qatë muzikë. Do thot jam shumë optimist për ju. Një po artistë që janë pak, që mirën, aty kështu me artë, me botën e muzikës më shumë edhe me... Nëse faleminderit shumë për muzikën tuaj, për mendje, edhe për pasion që keni për zanatin tuaj, është diçka shumë special për Kosovën. Faleminderit juve. Thank you. Faleminderit juve.